miliarda euro s'din ku t'i fusin. Si Rama Berisha. Dominojnë terrat. Do më thënë, mas klasës politike, për kanë metri. Aty, pushteti kryesor I kam këtu në telefon mesazhe. Kryta Kundës, i një vasit, sa folë balës, dhe një pëllizio. Skudzojnë me të fjallë. Ishtë. Po flasim për të aksionin Rama Basha në për rrjetet sociale. Hithe prit video me njëri tjetrin. Si e komenton? Vetëm lojra, asgjë tepër. Nuk ka me vel, nuk ka shpresë fare. Dje isha në takimin me pronarët që kishte PD-ja as 30 vetë salla. Është vetëm një zhgënjim. Janë 4 njerëz që mbajnë peng gjithë Shqipërinë, gjithë popullin. Është tur për faqe të zezë që tu besosh akoma se do bëjnë shtetin këta të katërt. Nuk duan, jo se s'bët, nuk duan. Dje zoti Berisha e pranoi me gojën e tij që ligjin 1751, kalimin në pronësi të tokës e ka bërë ai me këmbgulljen e tij. Kjo ishte e mirë apo e keq? Është ligji më tradhtar, zotëri. Ligji 1751 është mbi të gjitha ligj tradhtar. Pse? Erdhën nga lufta italo-greke, shtetas grek, siç erdhën kosovarët në kohën e luftës, dhe sot politika e ndyrë kriminale shqipfolse, shqiptare, i ka bërë pronar. Nesër pas nesër i shtohet Oreksi grekut, i thot kufiri im është deri këtu, se ata janë shtetas grek. Dhe u kanë dhënë pronësi tokën në gjyshit tënë dhe timit të blerë me frangari. Kjo është një skandal që ndodh vetëm në Shqipëri, në asnjë vend tjetër. Janë vrarë, mos harro, janë vrarë mbi 12.000 vetëm për punën e pronës. Ndërsa nga kjo klasë kriminale janë vrarë 20.000 jetë njerëzish. Nuk janë zoq pule që ngordhin. Jemi vrarë se s'kemi tru në kokë, se i besojmë akoma. Si ka mundësi që ne si shqiptar vazhdojmë duke qenë se vetë ju e thatë që janë vrarë njerëz, ky 1751 është problem pronat dhe ne pra vazhdojmë të besojmë dhe të mbështesim. Është ligji tradhtar, është ligji anti-ekonomi dhe vllavrasës, ku përçaf familja, vllau me vllain. Ligji 1751 thonë ju përçaf familjet, a? Përçaf familjen. Pse? Vllai që ishte në fshat mori pronë. Unë që isha në qytet nuk mori, sikur se na ka bërë një nën një bab. Më kupton? Kishte ç'kishte diktatura, i ruajti 1.000 Verogja. Unë kam studiuar dhe në arkivin qendror të shtetit dhe statusi kooperativës bujqësore thonte në qoftë se prishen kooperativat, se cili merr tokën e tij. Po jo kështu. Jetoni ku doni, boni çfarë doni. Janë falsifikuar dokument edhe në arkivin e shtetit, zotëri. Kjo është një skandal në vete, që ndodhin vetëm në Një rast konkret, domethënë që kanë ndërhyrë në arkivin e shtetit dhe kanë tjetërsuar pronat. Po, falsifikime me shkrim. Si arrin të bëhet një falsifikim në arkiv shtetit, për shumë? Ka për pjesë teknike për gjithë ata që na ndjekin. Përderisa shtetin ose administrata shtetit mbushet me militant të verbër, sa në lëpirës, çdo gjë mund bëhet në Shqipëri. Çdo gjë. Jo, për ta kuptuar pak pjesën e asaj, si mund të arrish një dokument ta tjetërsosh ose ta ndryshosh? Thjesht hiqet fizikisht apo ndërhyjet në jetë shkrim? Është bërë ndërhyrje, janë 2 lloj shkrimesh. Dhe zvogluar shkrimin që të mos kalonte njësia me originalin. Këto janë çmendurira. Dhe mbi të gjitha, përfituesit më të mëdha, se politika më shivet mas Komitetit Musliman, mas ortodoks dhe këtyre. Është bërë nami me pronat, sidomos në Bregdet. Në 29 mars të vitit 2000, jo, në 2000 po, Altun Qela ka bërë 13 vendime, në një vendim me fjalë 13 vendodhje pronash, nga Kepistillos deri në Borsh.
Brenda, në një vendodhje prona është 13 vendime. Në një vendim ka bërë 13 vendodhje pronash. Nga kepi stilos dhe e mborsh. Po këtu s'kemi media me fjallë, nuk i publikojnë. U kam dërguar të gjithë gazetarëve, këtyre moderatorëve të famshëm, që janë bëth lëpirës politikës. Duam përballë klasën politike, pronarët legjitim me klasën politike, në asnjë mënyrë. Jam 5-6 zagar sa në lëpirës të politikanëve që bredhen nga një studion tjetër, vetëm për lavazh truri këtij populli. Ja kanë dalë thua? Deri më sot ja kanë dalë. Se çfarë kanë thënë për njëri tjetrin i kanë në arkivat e televizioneve të tyre. Pse si japin? Janë akuzat të ndërsjellta, por ama të vërteta. Sot vion në pushtet, do fus X-in në burg. Sot vion në pushtet, do fus Y-in në burg. Asgjë, bizneset i kanë bashk, trafiqet bashk, çdo gjë bashk. Tur për faqe zezë. Si mund ta rregullojmë këtë gjë tani? Pra, çfarë mendoni ju se do jetë çelësi suksesi që të rregullohet? Duhet vetëm revolucion. Kur them revolucion, jo me gjakderde, revolucion ullu aty, mos bindjet civile, rretho kryeministin, bloko sheshin, çdo gjë. Aty, në atë ditë, që do jetën ti, kur unë të marrë pronën ty, kur unë të vjedh votën ty. Pse? Marrëveshja e tyre në 2008 është kjo situata në Shqipëri. Unë kam qenë komisioner për PS-n, më përpara, pse dolin në Kosovë për 2 orë rezultati paraprak. Gjithë bota, përjashto Kinë, Amerikë, Indi, që janë me miliarda njerëz, dele rezultati paraprak për 2 orë. Këta nuk duan të bëjnë shtetin. Unë po të them, me numrimin që bëjmë më përpara, rezultati paraprak dilte për 2 orë dhe 2 ish ministrat e brendshëm në kohë të ndryshme, Spartak Poçe dhe Igli Toska, kanë humbur, nuk fituan mandatet. Mjafton të bësh vetëm një ligj. Në qoftë se gjatë rinumrimin në KQZ, kutia dele manipuluar, 15 vjet burg taksative gjithë komisionerëve. Shiveti, jaman me nder bytha ndonjëri të vjedhë votën e popullit. Faleminderit. Për ta përmbledhur, folëm për 2 çështje të rëndësishme. Një, 7501 që thamë që ishte problem kryesor për gjithë. ADN-ja kapitalizmit është prona. Alfa për investime serioze është prona. Në raportin e Bankës Botërore në vitin 2021 thot pasiguria e titujve të punësisë. Këta kanë arritur derisa kanë mashtruar edhe Strasburgun. U kanë thënë që 0.06% janë pronarë. Ndërkohë që realiteti është i kundërt. Po duhet të them pra që edhe si popull ne jemi mjeshtër në çdo lloj fushe. Aty të arrish të mashtrosh Strasburgun, kjo është. Po s'ka e kam mashtruar avokatura e shtetit. Ne si përfaqësues të shoqatave të pronarëve legjitim jemi mbledhur këtu në 2009. Në 2019, më falë, të zyra e Këshillit të Europës, në katë tretë, këtu të Pallati Kulturës, me 3 përfaqësues të Komisionit të Venecias. Kemi qenë pranishëm unë, profesor Gzim Boçari, profesor Përparim Kaba, Reshid Vorpsi, e shumë në tjerë. U tregum faktet e dokumentat, dakord thënë, po, absolutisht asgjë. Sylanjë. Ku di unë, ndofta këfar kapitalizmi me fjallë mbyllin sytë blen edhe ndërkombëtarët, se s'di çfarë them më tepër. Ju jeni? Si keni emrin? Kastriot Hajdini. Miq, ishim me Kastriotin. Urdhë, më falë, kjo është kërkesa që i bën në emër të shoqatave të Bregdetit turistik të qarkut të Vlorës Sarand. Zotit Berisha dje dhe ja lashën në tavolinë. Ja dha zonjës së Ledina Mandia. Por do e përdorin si letër higjienike, siç bëjnë primarët. Si u dukën me këto primarët? Skandali vërtet, zhgënjim për çdo demokrat të vërtet. Unë i bëj thirrje demokratëve të vërtet dhe socialistëve të vërtet, mjaft u mashtruam, mjaft u përdorëm, mendojmë për të ardhmen tonë. Ju vetë jeni për listat hapura apo listat mbyllura? Listat hapura. Ta thash, nuk duan të bëjnë shtet. I kanë se si bën zgjedhjet, por
Maqedonia që ka qenë fshat dje në kohën e vetë në krahasim me ne, sot i bën votimet e shkëlqyera. Këtu çdo gjë ndodh. A mendon se publiku shqiptar e kupton se çfarë do të thotë listat të hapura dhe listat mbyllura? Jo. Jo, duhen shumë emisione televizive me fjalë, po Ju vetë shpjegoni dot për gjithë ata që na ndjekin se çfarë do të thotë kandidim me listat të hapura dhe me listat mbyllura. Lista e hapur do të thotë që ke lloj opsionesh, ke listën 50 vetë dhe mund të zgjedhësh vetëm një. Ato që je i bindur që të kryen më mirë funksionet që do marrin nesër pas nesër mandatin e deputetit. Ndërsa listat të mbyllura, partitë familjare e bën listën kryetari, cilin do kryetari. Kush është më sa në lëpirës i mirë. Dhe kur dalin nga rreshtin, nesër pas nesër, me mesit të erdhi goja, si te filmi Operacion Zjarri. Ja, kështu. Një ndër dosjet më të nxehta në Shqipëri ose ndër çështjet që shqiptarët vuajnë dhe ankohen janë çështjet e pronave, të cilët kanë vite e vite, siç e thamë edhe pak më parë, që nuk gjejnë derman as nëpër gjykata, as nëpër prokurori, as nëpër vendimet e gjykatave. 7501 që e thamë që i ka bërë lëmsh. A do ketë zgjidhje kjo gjë? Pra, ju në vizionin tuaj në kaq vite jetë sa keni dhe me angazhimet tuaja që keni pasur qoftë në arkive etj, si mund të jetë një zgjidhje për këto gjëra? Dhe pse Tirana për shembull ka marrë atë zhvillimin e vrullshëm, jo vetëm në qendër, por edhe nëpër periferitë e saj? Tani Tirana është bërë pa banueshme dhe në saj të korrupsionit pushtetar, se këto kulla që bën duan miliardë euro. Por këtu nuk funksionon shteti dhe ligji. Më kujtohet në kohët e vet, nuk e dia e keni dëgjuar, ju kujtohet se prindët tuaja diskutohet, gjyqi i Beut Saukut është bërë te kinema Dajti. Tek ai kishin ngrënë, kishin pirë shofera, shoqëruesa, fëmijët e antarëve të byros, ku erdhi politika, kur erdhi puna që e morin dorë prokuroria e tërhoqën me nderin që djeth dhe ai u dënua me pushkatim. Gjithë njerëzit e afërt që ai që i kishte mbajtur me bukë, le të themi, në thonjza, u tërhoqën të gjithë. Me bukë kishin ngrënë, kishin pirë me fjalë e tërhoqën mbyllën dhe ai u dënua me pushkatim. Po këtu ligji është skandal. Ose i kemi ligjet dhe nuk zbatohen. Betohen gjithë për kushtetutën. Kushtetuta ka 2 nene, neni 41 si bësh pronar dhe neni 181 dhe 181-2. Rastet kur kompensohesh vetëm për probleme publike, probleme shtetërore, kur do bëhet një investim shtetëror, po jo tokë të zanën. Vazhdohet akoma, ju falim gjobat, kanë filluar tani ndërtimin në Bregdet, se shfrytëzojnë këtë traumën, që janë të trullosur komplet shtetin, me fjalë duke ndërtu lloj deri te resorte. S'din ku çojnë, po mykën miliardat e eurove që na kanë vjedhur mua aty. Po këtë investimin e këtyre investitorëve të huaj që vinë dhe investojnë në Shqipëri, pra ai vjen investitor tuaj. Asnjë investitor tuaj s'ke. Janë investitor vetëm këta që e majnë veten për oligark, po janë thjesht sklevrit e tyre, pranë oborrëve të tyre që pastrojnë parat. Asgjë më tepër. Më kupton, një shprehje popullore e thot bukur, nuk lën balo ta laro. Kisha më shumë të këta që të huaj që vinë dhe blejnë tokë në Shqipëri, blejnë prona. Si e shikojnë në këtë investim tuaj? Pra është pozitive kjo që dikush i huaj të vijë dhe të blejë prona në vendin tonë? Nuk e di se sa trot palujshëm, flasim të tipit 10.000 hektar tokë për të bërë një resort. Nuk e di se sa të sigur do jenë edhe ata të këto prona që po blenë se mos dalim blof nesër pas nesër. Hapen letrat, do vi një ditë, në ma sot nesër që letrat do hapen dhe drejta do triumfoje për popullin. Mjavë i thamë diktatorë Enver Hoxhës, i thoja sotun edhe diktatorë Enverit prapë, kur t'ishe zhvisë Kroaci, sot vetëm zhgënjim, 34 vjetë, me popullin shqiptar, me të persekutuarit, me pronat legjitim. Prona është e shenjtë, po këta nuk din, këta janë palaço. Po se kthehen mërë se janë ortak mërë të gjithë. Janë ortak të dy, bashkë punojnë.
Merret vesh në telefon me njëri tjetrin. Kush merret vesh? Hajde, afro. Kush merret vesh? Sali me Tiranën. Të përshëndes, shumë faleminderit. Sali me Tiranën, merren vesh të dy. E keni parë që merren vesh sa me njëri Po, tjetrin? si që thon rob, që merren vesh të dy, bëjnë biznes. Janë të dy brenda, do thonë, në Po. biznes. Ndajnë llomkat e tyre. Dajnë legët. Ndajnë e hikin dajt për pjestoj legët. Po, e ke parë kohët e fundit të Bashën edhe Ramën që bëjnë këtë... Po, Rama me Berishën i bëjnë pazaret. Pse vetëm Rama me Berishën? Rama me Berishën luan gjithë kohës. Po. Kush i ka? Këto kulla kush i ka? Ato i kanë. Ti s'ke ndonjë nga këto? Truni vet, dark Bashën. Ti ku e ke kullën? Bëj si kuzhinë, bëj si kushan, njëri thot buf tjetri, tjetri thot gjo tjetër. Nuk e di si të shkoj kjo punë. Në pa punë, pa lej, pa shpi, unë edhe shpi që ka pasë si kodër, ma nga mo këto hajdutët. Pse? Po se, thënë, nuk është e banushme. Unë dole me kërkuj, erët me kërkuj certifikat punësie, më thënë mund t'je pas e pa letra, shpinë. Realisht e kishe me letra shpinë? Po, të shi faktikisht, baba i me gjanë kanë po vetëm marveshje. Ti këtu, unë t'vija tja. Ska letra shpia, është pa tha pli. Ju aktualisht jeni pa banes, pa pronë. Po, Ku jetoni? unë jetëm me qanë kënë studio, vaj Rinalias. Ku, të qa baneset? Ku strehojni? është palat për balë Ministrisë Kulturës. Me qera? Po, Po, duke që se u kam prishur shpinë, nuk ju kam paguar një... jo, ne hoqë dhe qanë ne hoqë Erioni. Nuk e di si do shkoj ka punë. Ku punoni? Ishtë pa punë jam. Me qa paguan qera? Si paguan? Pa e pagu djali me grunë. Nuk e di që të bëhet, që menohet. Nuk e di. Ne po shumë këtu, që këtu njerëzit po hikin. Rrethet herë janë përshëtis komplet si së thonë. Nuk e di. Pa punësi, Njerëz ka? njerë ka, po lëvizin. Po, ka pa punësi. Ky që thot dhe ha fronde punë, kuj ka frondet e punës? Ma përpara ku punonit? Unë kam punu gjithë ne. Punë zeshë kam po. Si e mendoni, ku ti shërbejnë këta? Po i shërbejnë njëri tjetër apo se cili ka të halën e vetë? Të thëmë të vërtetën, unë jam emigrant. Aq më mirë për emigrantë që e shifnin më ndryshe nga jashtë. Pa tjetër, po për çfarë përgjigjem për këta? Çfarë përgjigjem si për Ramën, si për Berishën? Çfarë përgjigjem mund t'jap? S'ka të përgjigje? Nuk di çfarë t'jap për ta, se ne përderisa jemi emigrant, asnjë nga këta s'është interesuar për neve. Ku emigroni ju? Unë në Greqi. Si e shifni Shqipërinë? Po zhvillohet duke qenë se e shifni nga jashtë, si një lloj dritare le të themi. Të flasim të drejtën, pa ndërhyrje politike. Ndryshimet kanë ndodhur. Këto kohët e fundit, ndryshime ka. Ka ndryshime. Por jo ati kë duhet. Se shohim ndryshime në Tiranë. Ku e shef ndryshimin në Tiranë? Ndryshimin në Tiranë, për shembull, vetëm ke qendra. Të futemi në rrugicat e Tiranës e në mbretësinë e Tiranës, katastrofë. I pas kanë lasur syt pak. Katastrofë. Kurse mesi i Tiranës, qendra e Tiranës, po. Kurse anë tjera, edhe të kapi qytetet tjera, se ne po shikojmë emisionin, se unë ndjek, unë pse rri në emigrim, kam Digitalbin, që e ndjeki. Edhe shikoj Fixin, shikoj Stopin, shikoj Takfak të Dorit e ati që u hap tani, i shikoj. Janë të gjithë, janë... Shjeton e shef? Jo. Nuk e... Në YouTube. Shqeto. Shjeto Në YouTube. në YouTube. Nuk Edhe e- ju aty do dilni tek Shjeto në YouTube. Shqeto YouTube do ta ndjek, nuk e kam emision i ri, besoj. Është në YouTube, vetëm në YouTube. Tani është Nuk del hapur në televizor. tani është hapur. Po. E po, Ka nuk e- 3-4 vjet që është hapur. Nuk e kam ndjekur, por gjithsesi do futem ta ndjek. Po Big Brother e ndjek?
Jo, absolutisht. Po pse? Aty burrat bëhen gra, gratë bëhen burra. Jo. Kjo është ajo tema që kjo është ajo që Po Basha që po kërkon të rikthehet politik, si po e shikon? po e shikoj se është i themi në Dibran, se unë jam Dibran, nga Frinera kthen Gzofin. Ku e shikon që fiton Rama kthehet me Ramën ose me Berishën harrohet tani që nuk ka vend. Nuk ka vend me Berishën. Pse prishi qefin Berishën kjo? Berisha është malsor, edhe unë malsor jam. Por Flasim për Ramën. na ka zhgënjur totalisht. Që të vjen mirë të vjen keq, na ka zhgënjur totalisht. Sigur po duket, sigur po i bën PR Ramës tani Basha me këto video që delën për rrjetet sociale, një herë me Unika Tili, një herë me Flasin sipas oreksjeve të tyre. Sikur t'ju vi ndërmend flasin. Sot shajnë ty, nesër shajnë mu. Sot shajnë Ramën, nesër shajnë Bashën, e shajnë Berishën. A do fitoj ai Rama prap thua? E ka to ti se ka to, 100%. 100%, e? 100%. E meriton, sipas mendimit tënd? E mira ishte ta fitoj njeri të ndryshoj. Adriatik Lapaj. Dëshira ime. Vota ime për atë shkollë. Unë kam aplikuar si emigrant, se ishte sa unë dje kam ardhur, por kam aplikuar, se është ki aplikimi i diasporës, unë kam aplikuar për Adriatik Lapajn. Ishin të thjeshta këto aplikime? Jo, mirë, të thjeshta. Po t'i di, po pa tjetër. Pa tjetër. Kishte njëri që të orientonte? Jo, kam djalin që merret në sporte, se unë nuk e njoh internetin as mirë, po kam djalin tak i thash Do aplikosh me se s'bën sepse do votoj Lapajn. Votuat? Telos. Jo. Ah. Jo. Kam bërë aplikimin, do vi letra, do e postoj. Kështu është ai. Duam një mendim shkurt për Big Brotherin. Se një fare. Si malla Big Brother është? Se një fare. Unë nuk e kam ndjek, as nuk e ndjek, as të parin, as ditin, as tretin, qanë ki, 4, 7, qanë është ki. Nuk e ndjek fare. Hajde. Qatë për Big Brother. Kur nuk e ndjek.